Mbi 400 shtetas Maqedonas po presin evakuim nga disa shtete në lindjen e mesme për shkak të përgjegjësimit të situatës së sigurisë dhe tensioneve në rajonin e lindjes së mesme. Sipas informacioneve më të fundit, po përgatitet një plan për evakuimin e sigurt të shtetasve Maqedonas nga Irani, ndërsa për ata që ndodhen në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katar, për momentin nuk ekzistojnë kushte të sigurta për evakuim. Autoritetet bëjnë të ditur se po koordinojnë aktivitete me ambasadat partnere dhe institucionet ndërkombëtare për organizimin e korridoreve të sigurta të largimit. Një pjesë e shtetasve ndodhen në Izrael, ku situata e sigurisë mbetet e tensionuar, ndërsa të tjerë janë në Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe për arsye pune apo qëndrime të përkohshme dhe kanë shprehur shqetësim për zhvillimet e fundit në rajon. Nga ana tjetër, kryeministri Hristian Mickoski ka realizuar një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara, me çka ka shprehur solidaritet me popullin e Emirateve të Bashkuara dhe i ka shprehur ngushëllime për viktimat nga sulmet. Gjatë kësaj bisede u fol edhe për shtetasit e Maqedonisë që ndodhen në rajonin e lindjes së mesme. Në bisedë, theksova edhe nevojën për kujdese dhe koordinim të shtuar për sigurinë e shtetasve maqedonase që ndodhen në rajon. Informova se institucionet e shtetit janë plotësisht të mobilizuara dhe po e ndjekin me kujdes situatën, me gatishmëri për ndihmë, mbështetje dhe asistencë në kohë nëse kjo do të jetë e nevojshme. Pas tensionimit të situatës në lindjen e mesme, presidentja Gordana Siljanovska-Davkova mblodhi të dielën Këshillin e Sigurisë. Pas mbledhjes, presidentja deklaroi se gjendja në shtet është stabile dhe nuk ka kërcënim të drejtë për drejtë.